Megjithatë, e di pse ngelem këtu sepse ka njerëz që bien depresion. Duke futur veten në këtë spiralen e kësaj zisë së vazhdueshme, të një shkak presioni, shkak pafuqie për ta kaluar vetë, fillon dhe kjo zia ju bëhet stil jetese, mënyrë jetese. Fillon ajo melankolia fillimisht, por që ajo pastaj kthehet në një apati që është shenjë depresioni dhe më pas bie në depresion. Çfarë duhet shmangur? Çfarë është diferenca mes një zie dhe vërtet që ka një kufi dhe të fillosh të jetosh? Të kuptoj shumë mirë. Unë mendoj që depresioni ka lidhje pasaj me çfarë kujtojmë ne. Kjo është gjithë problemi. Sa i quan ti veten fajtor në jetën tënde se ti bën analiza dhe thua, pse ja bëra këtë të keqe? Pse e tratova këtu? Pse i ktheva përgjigje negative për diçka që kishte drejt? Se ti pastaj fillon merresh me ato nuk e ke më. Dhe ti je shumë e qetë për të bërë analiza. Po në qoftë se gjithkohon do ta kalosh dhe merresh me pendesa, normal që ti nuk mund të ecësh para. Unë për shembull, edhe kur më vinte një gjë e tillë, që më vinte keq për shembull për diçka që pse e merr gjithmonë këtë top me vete? Dhe ai vërtet merrte gjithmonë sepse e kishte pasioni, ishte marrë dhe me futboll në rinin e vet. Po pse kjo është e bukur? Po çfarë tani këtu me shpiset e lëviz, shkon këtej, shkon ande. Dhe kur e gjeta atë ditë që e kishte futur poshtë një tavolinë që mos më pengonte mua. Dhe ishin 2-3 ditët që e kisha humbur. Dhe të bëhet sikur të ngul njeri një thik në zemër. Dhe pastaj e ka përcen. Thua po mirë, por sa shumë gjëra më ka bërë ai ndje mund keq. E kupton, do me thënë, po të jetosh me gjithë të pendesa, ti nuk e çliron veten. Dakor. Tani ose më fal, në kohën e Covidit shumë njerëz fajtonin veten, janë gjitha unë. Janë gjitha unë mamit, janë gjitha unë babit, janë gjitha unë partnerit. Ajo ka qenë e tmerrshme, njerëzit u bën depresiv. Edhe në atë kohë më kanë shkruar shumë njerëz. Sepse unë dash edhe disa mesazhe në media, edhe për këtë thoja, si mund të mendosh që ja kam gjetur unë dhe ai di. Cili ishte thelbi këtyre mesazheve në atë kohë për shembull? Ishte kjo që kishte lidhje edhe me këtë. Unë nuk çlirohem dot sepse unë mendoj që ja kam gjetur unë. Nënës time. Tani e kuptoj. Pra, ose fëmia ime janë gjiti. E kuptoj. Pra, shiko, janë disa gjëra. Ka një vrarje ndërgjegje. Pra, sidomos kur do të s'kan shkuar mirë në jetë njerëzit dhe për së gjallë nuk kanë shkuar mirë. Dhe është një vrasje ndërgjegje. E kanë me veten. E kanë me veten pse ja bëra këtë, se ja iku etj. Megjithatë, ja vlen që të futesh dhe të futesh në këtë spiralin e zis dhe si duhet të mos ta lejosh të marrin atë vorbullën e vet, se tek e fundit jeta vazhdon. Çfarëdo që ke bërë është bërë, nuk ç'bëhet më, thot Shakespeare. Ajo që bëhet nuk ç'bëhet më, iku. Pastrohet, duhet si kalohet kjo? Sepse nga një njeri që ke humbur dhe prindrit, ke humbur njeriun e zemrës tënde, dhe je këtu dhe jeton, dhe kushdo që e sheh Instagramin tënd, shikon që ti je një grua që jeton. Edhe kur thua gjëra të dhimbshme, duhet të ke një mënyrë tënde për të ta bërë shumë nuk të godet emocionalisht, nuk të ngarkon emocionalisht, se emocionale patjetër që është gjithçka. Si bëhet? Pase do ta quaj edhe një lloj filozofie jete që duhet të edukojmë fëmijët tanë, se fëmijët tanë edukohen me ato çfarë me gjitha të barën që na kanë ngarkuar prindërit tanë, dhe ne pastaj fillojmë ja ngarkojmë edhe fëmijëve tanë. Dhe mendoj që njeriu duhet të ketë gjithmonë filozofinë e jetës vet. Dhe prandaj këm gulim ke leximi, këm gulim ke kultura, njeriu i ditur, mendoj. Është një njeri që s'lexon fare, Rita, jam shumë dakord. Që s'lexon fare, po i futet leximin mes. E ndron ajo thotë me këto leximet. Jo, shikoj një film mirë, e di pse e them, se po të shohësh gjithë ditën ta ai drejtë, drama. Po të shohësh gjithë ditën filma, telenovela. Ti më shumë do ngarkohesh sepse ti ajo telenovela unë e them gjithmonë, ty të çon të merresh me tashateme, një lloj siç merresh me ato gratë e shkallës, te lagja merresh edhe me tashateme se çka ka bër në fshatin turk. Në fshatin turk. Dhe ç'a ndodhi në atë film. Tani po e ngarkove veten me këtë gjë, mos mendo se do çlirohesh. Prandaj them që njeriu
duhet të zgjedhë dhe njerëzit me cilët shofi emisionet që shikon, një gjë që lexon, që të çlirojë, të bëjë një jetë të dali. Patjetër pasaj tamam kur ti del jashtë, më njëherë e kupton që ka një zhvillim aq të madh, mo aty ku del te një lulishte, te një park, takohesh me një shoqe, se tani gratë kanë ndryshuar, shumë gra takojnë me njëra tjetrën. Shumë gra mund të kenë ngelur pa partnerët e vet. Dhe mua më duket shumë e çuditshme që ka shumë gra që kanë ngelur pa partner. Dhe mosha shumë të reja. Dhe ato dalin me njëra tjetrën. Se çfarë ndodhte më parë, ti më kanë bërë një pyetje në një emision, sepse gratë më parë, kur ju vdiste partneri, ato martoheshin. Dhe unë thoja, tani nuk martohen. Dhe gjithmonë linda ajo pyetja, më ka qenë më zhvilluara atëherë apo janë tani? Dhe unë them këtë gjë, ato nuk kanë qenë zhvilluara atëherë, po atëherë kanë qenë nga opinioni detyruara që të mos jenë vetën dhe t'i tregojnë me gish, shiko çfarë bën kjo, që i ka vdek burri, ajo ka qenë e detyruar të ketë një burr tjetër. Madje ta marri edhe atë padashur, edhe pra nuk ka qenë e lirë kur e ka zgjedhur. Ndërsa sot gratë thonë, po pse unë bashkëtesën ta zë me provova. Martesën e kam provuar. Fëmijët janë duke u marrë me punë të veta, i kam rritur. Pra flitet për gra mbi 55 vjeç, që mund të kenë ngel vetëm, flasim e përgjithshmja. Se mund të jesh dhe shumë e re dhe të ngelesh pa partnerin. Dhe në këtë rast, për shembull, ajo thotë, unë du lirin time, pra është më emancipuar. Nuk dua, thotë. E kuptoj. Nuk dua të kem një njeri që të vazhdoj të krijoj prap të zë një lidhje varësie. Megjithatë, po kjo nuk duhet t'i pengoj, edhe që të keni një mik, një partner, një shok. Zia e respekti shpirtit, zia e shpirtit do të ndjek të rjetën, do jetosh me të, mendoj. Po, patjetër. Do jetosh me të, por do jetosh me të duke patur kujtimet. Cili është kujtimi më i bukur që ke me Latifin? Si më ke zënë gush, po normal, kanë qenë kujtime të cilat lidhen me kohën e dashurisë, nuk e di pse. Por gjithmonë më kujtohet shumë më tepër ajo kohë. Sepse ishte një kohë që nuk ishin lindur përgjegjësit, nuk ishin lindur këto dyshimet. Këto nuk ishin lindur dhe pikërisht ajo ka qenë koha më e jashtëzakonshme. Një kujtim. Një nga kujtimet ka qenë se ne takoheshim gjithmonë në kufi dhe në atë kohë ka qenë edhe kohë lufta, ishte fillimi vitit 2000. Dhe unë them gjithmonë, ne na ka ndodhur si dashuri në kohën e kolerët. Ishte Shqipëria vinte mbas 97-s dhe unë ishesha me gjithë atë guxim, sepse të ndalonin mikrobuzët e rrugët ishin skandal. Ndërkaq nga ana filloi lufta e Kosovës dhe lufta e Maqedonisë dhe ne prap takoheshim. Dhe gjithmonë, mbasi më mbanin një në kufi kontrollohej, siç bënin atëherë policët dhe kur takohesha normal, isha njeriu më i lumtur në botë, po një herë kisha bler e kam akoma atë, një shishe, një dhuratë, që kishte një anijet vogël brenda. Ka nga ato plot. Po për mua ishte një gjë e shenjtë, mblodha ato lekët, se thash, sa më i ri t'jesh më pak mirëqenie ke. Pastaj vjen një ditë dhe thua, është më mirë t'jesh i ri apo të kesh mirëqenie. Në moshën tonë të kesh mirëqenie. Edhe zbres nga, do me thënë e bëra rrugën në këmbë, edhe futem te makina, makinë normale, po krahasuar me Shqipërinë e 97-s, ajo duke si diçka jashtëzakonshme. Edhe futem atje dhe po, i tash unë pucët e mia janë me balë. Edhe ma ka kujtu gjithmonë. Po sa herë ma kujtonte i mbusheshin syt me lodh. Futu atje, mua se kam unë një vend ku do t'i pastroj. Edhe shkojmë në një hotel aty në Stru, që unë dhe sa futemi atje, hajde këtu, dhe ajo ishte ajo rrotullamje që fshin tek pucët. Unë vija nga një Shqipëri e tmerrshme, e mbushur me balë. Tani Shqipëria në krahasim me Maqedoninë, as mund krahasohet, po. Edhe shkojmë, edhe unë i tregoj, pastaj i tregoj këtë dhuratë, po dhe me frikë se mos thotë ç'është kjo dhuratë që më ke bërë mua. I pëlqeu jashtë mase dhe e kemi ruajtur. Ky është një kujtim. E ke atë? Po, e kam. Edhe
Sa herë pastroj kam frikë se mos më bjerë dhe më thyë, se ishte kujtimi i parë. E qartë, Dhe e fus në gjithë cep, kështu se kam një rap që mbaj gjithë gjërat e Latifit, edhe aty e kam vënë edhe këto ose një puro që e kishte lënë se ishin ato purot e trasha e kështu dhe i linte dhe i kam ruajtur ca gjëra. Dhe po dhe ajo t'jep trishtim se thua, kjo që ka jeta e njeriu, do lëm nga një gjë që